15 edhe herë përsëris që ka dietar që thonë nota e 15 e muajit Shaban është nota më e mirë mas natës së Kadrit. Profeti alayhi salatu wasalam thot: "Yatala Allah ala ibadi." Allahu subhanahu jalla jalalu shikon robët e tij dhe Zoti na shikon non stop. Allah azza wa jalla thot: "Awalam ya'lam bi anna Allah yara." A nuk e dini që Allahu subhanahu jalla jalalu ju shikon? Çka ndodhen? Thot profeti alayhi salatu wasalam fa yaghfir. Allahu subhanahu jalla jalalu I falen kret njerëzit. Amisti për Allahu subhanahu jalla jalalu ke sonde. Luma ai që përfshihet në listën e amistisë të Allahu subhanahu jalla jalalu. Luma ai që emri I tij ose emri I saj është në listën e atyre njerëzve që Allahu subhanahu jalla jalalu ka më I fal. Amisti, falje për Allahut subhanahu jalla jalalu. Përveç thot profeti alayhi salatu wasalam dy grupe njerëzish që Allahu subhanahu jalla jalalu nuk I falën. Janë dy grupe njerëzish sonde që Allah azza wa jall nuk I fal. Prandaj gjithë ato njerëz që I kanë të dy punë, të dy vepra, të mendohen mirë, nëse duan të faljen e Allahut I lejnë të dy punë. Puna parë, vepra parë që thot profeti alayhi salatu wasallam nuk I falen njerëzit që e bën këtë vepër, këtë punë, është ato që I bëjnë shirk Allahut subhanahu jalla jalalu, që I bëjnë ortak Allahut azza wa jall. Dhe alhamdulillah, inshallah askush prej nesh nuk e ka atë që t'i bëj ortak Allahut azza wa jall. Zoti na rujt. Ne alhamdulillah besojmë Zotin e Madh jalla jalalu një. E besojmë Allahun azza wa jall I cili na ka kriju, na ka sjell me këtë dynja, na furnizon, na jep krejt mirat dhe prapë do kthehemi te Allahu subhanahu jalla jalalu. E kam thënë dhe përsëris që vetëm surën Kur'anin Kerim nga fillimi deri fund që fol për Allahun subhanahu jalla jalalu është kul hu ikhlas ose kul hu Allahu ahad. Thuaj Allah azza wa jalla është një. Alhamdulillah inshallah kërkush prej nesh nuk e ka këtë vepër. Ne kur lutemi I lutemi Allahut, ne kur bim sejdë I bim Allahut. Ne kur smuremi I drejtohemi Allahut. Ne kur kërkojmë rrezik I drejtohemi Allahut. Kërkon diçka I lutesh I kërkon Allahut subhanahu jalla jalalu. Alhamdulillah inshallah asnjë prej nesh nuk e ka këtë vepër. Keni kujdes e dyta. Keni kujdes te e dyta. Sepse e di dhe jam e vetëdijshme që ka shumë prej nesh që e bën këtë vepër mos hy sonde me këtë punë se nuk e më marr amistin Allahut subhanahu jalla jalalu, faljen Allahut. Këtë nuk të po ta them unë. Këtë ka thënë profeti alayhi salatu wasalam I cili ka lajmëruar Allahu subhanahu jalla jalalu. Kush është grupi I dytë? Thot profeti alayhi salatu wasalam al-mushahin. Mushahin, kush është mushahin? Çka do të thot mushahin? Së është në gjuhën arabe. Mushahin në gjuhën arabe I ka disa kuptime. Për bukurisë gjuhës arabe një fjalë ka disa kuptime. Mushahin do të thot ai njeri I cili zemrën e ka të zezë. Mushahin do të thot ai njeri që në zemrën e tij ka vetëm xhelozi, ka zili, si a don të mirën as kërkujt. Kjo është një prej kuptimeve mushahin që e kanë tregu dietarët. Do të thonë, nëse do me kon, ma e men këtë, nëse do me pas zemrën tënde, ose nëse do me pas tefterin tënd të pastër, pastroje zemrën tënde. Nëse ke zemrën tënde të pastër, ke me pas edhe punët e tuja të pastra. Nëse zemrën tonë kemi të zezë, edhe punët tona do bëhen të zeza. Kur Allahu subhanahu jalla jalalu na drejtohet, edhe Allah azza wa jalla na thot në Kur'anin Kerim, shumë qartë: "Yawma la tanfa mal wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Folën për ditën e Kiametit, ditën e mahsherit, ditën e gjykimit, ditën kur do I dalim Allahu subhanahu jalla jalalu përpara. Thot I madhi Zot, ditën e Kiametit, ditën e gjykimit, thot nuk ka me të bë dobi. Nuk ka për na bë dobi, as kujt nuk do I bëj dobi, as pasuria që ka mbledh, as fëmia që ka, përveç atij personi, atij njeri I cili ka ardhur me zemrën e pastër, zemrën e kullut, zemër që s'ka smir, s'ka zili, s'ka xhelozi,
Zemër që do të mirën gjithkujt. Zemër që gëzohet me mirësinë e dikujt. Zemër që pikëllohet me pikëllimin e dikujt. Kjo zemër që e don Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam kur na thotë edhe na drejtohet. Edhe thotë inna Allah la yanzuru, Allah azza wa jalla nuk shikon trupat ton, fizikun ton, Zoti shikon zemrat tona. Prandaj këtë natën e 15 muajit Shaban duhet me pastru zemrat tona për çdo zilije, çdo armiqësie, çdo zilije edhe çdo xhelozie që kemi ndaj dikujt. Pastroj zemrën tënde. Kërkoj Allahu subhanahu xhelle xhelalu me ta pastru zemrën. Kur profeti alayhi salatu wasalam na jep shembull. Një plak i cili ka qenë kohën e profetit alayhi salatu wasalam. Ka qenë i ul profeti alayhi salatu wasalam me shokët e vet. Dhe i ka thonë shokëve vet e ka pa një plak i cili ka marrë abdest, i cili ka kullu abdesti ujë nga mjekra, dhe i ka thonë shokëve vet. I ka thonë e shikoni këtë plak. Po ja Rasulullah, kjo është i xhenetit. Sa herë shikon te profeti alayhi salatu wasalam këtë plakun i thotë shokëve vet, kjo është i xhenetit. Ky është i xhenetit. Një prej shokëve të dashuriton sallallahu alaihi wasallam grehet dhe i shkon te shtëpia. Ta shikoj ti bëj vizitë, ta shikoj se çfarë ibadetesh bën ky, që dhe ne të bëjmë. Ky si e ka fituar xhenetin Allahut? Me hatër të Allah azza wa jall nuk fitohet xheneti me hatër. Të Allahu subhanahu xhelle xhelalu nuk fitohet xheneti se bia ose biri kujt je ti. Ndoshta një njeri cili punon duke mbledh, duke pastru në rrugë, është më i mirë te Allahu subhanahu xhelle xhelalu se ai që ligjeron, ndoshta edhe në xhami, ndoshta edhe në fakultete. Ndoshta te Allahu azza wa jall ndoshta më i mirë. Pse? Inna akramakum indallahi atqakum. Njeri më i nderuar, njeri më i ngritë, Allahu subhanahu xhelle xhelalu është ai njeri i cili ka devotshmërinë që e ka frikë Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Te Zoti nuk hecet me hatër. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam kur është ngret, dhe ju ka drejtuar njerëzve, dhe ka foli ka thënë o bia ime, ja Fatime tu bintu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Fatime bia ime. Nxirë vetin tënd për xhehenemi se baba yt s'ka asnjë gjë në dorë. Xheneti, xhehenemi është në dorën e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. E ti kthehemi kësaj historie që ky djalë i shkon i bën vizitë ti plakun në shtëpi. Ta shikoj çka ibadeti bën që të bëjmë edhe ne ta fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Kur shkon flen te shtëpia e këtij plaku, shikon që ky namaz natën nuk bën, ngrehet natën falet ose të lexoj Kur'an ose të bëj diçka. Vetëm kur u kthehet nga anën tjetër kur ka qenë gjumë përmend Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Therët sabahu ngrehen ta falin sabahin. Dhe ky djalë i thot profeti alayhi salatu wasalam, ty të ka përgëzuar me xhennet. Mi por nuk pash diçka në një ibadet që ti ke bë ekstra më shumë se ne. Thot atë çka ke pa, atë s'bëj. Mi po unë kam diçka, subhanallah. Shifni, sa bukur do ishte ta kishim ne këtë gjë. Thot, unë e kam diçka, thot, kur e ve kokën një stik, edhe kur flej, para se me flej, them ja Rabbi, këtë veja bëj halal. Kush më ka dëmtuar, kush këtë veja du të mirën, edhe këtë veja bëj halal në gjoksin tim, zemrën time, s'ka as pik xhelozia, as pik zilia, as pik hasedi. E ky djali i ri çka i ka thënë, valla, këtë punë se cili mund ta bëj. Është e pamundur, nuk është e pamundur. Njeri duhet luftoj me vetin e tij. Pra, një prej kuptimeve mushahin që e kanë shpjeguar dietarët, që si fal Allah azza wa jall gjysmën e muajit Shaban është ai njeri i cili ka zili, i cili nuk ja don hajrin dikujt. Kuptim tjetër mushahin çka do të thotë? Kuptim tjetër mushahin do të thotë ai i cili nuk folën me familjarët e vet. Nuk folën, ke njerëz me vite të tëra, nuk fol me vllaj. Me vite të tëra nuk fol me nan, nuk fol me bab, nuk fol me motër, nuk fol me kujshi. Me vite të tëra, pse nuk folin? Kush arsyeja me fol? Arsyeja dynjas. E dy persona të cilët janë hynë gjysmën e muajit Shaban sande. Hynë sande muajin Shaban, tash, në 15 ditën e muajit Shaban. Nëse hynë i dhërushëm me njëri tjetrin,
nuk i falen Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Edhe i herë përsëris nuk po ta them unë, këtë ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. Ky është një kuptim tjetër. Kuptimi i tretë e mushahin që e kanë përmend dietarët, thot ai i cili hes nemime. Çka do të thot ai i cili hes nemime? Ke njerëz plot të atill, në për familje. Ke njerëz të atill që merr një fjalë këtej, edhe hudh e çon fjalën në një familje tjetër që ta ndezi situatën, që ta ndezi problemin, edhe t'i bëj njerëzit që të zihen me njëri tjetrin. Merr fjalë këtej, ti ngatroj njerëzit, merr fjalë këtej, e çon fjalën ande. Merr fjalë të një shtëpi që kanë dëgju, çon fjalën ke tjetër shtëpi, pse? Që të bëj fesad edhe të zihen ato familje. Mjera i person dhe mjera e grua ose mjera i burr i cili e ka këtë cilësi që të maj fjalë, të çojë nga një shtëpi në shtëpinë tjetër me qëllim që të zihen, me qëllim që të kenë probleme me njëri tjetrin. Kur Islami ynë, feja jon, dini jon, na e ka bo halal, halal e ke, halal e ke. Halal e ke nëse gënjen mi pajtu dy persona. Çka do të thot halal e ke? Nuk quhesh gënjeshtare. Nëse gënjen mi pajtu dy persona, dy njerëz, nëse gënjen mi pajtu, se s'mund t'i pajtojnë ndryshe vetëm me i rrejt, me i gënjy, e ke halal. Çka do të thot e ke halal? Nuk quhesh gënjeshtare. Po kur gënjen me i fut dy persona, me i zi, me i përzi, me kallë situatën, si thot popullata, me i bo njerëzit çorp, dhe halaj, ai person për vetin e vetë. Ky është grupi që e përmend profeti alayhi salatu wassalam, që nëse hin gjysmën e muajit Shaban dhe ka cilësinë e zilis, xhelozis, nuk ja don të mirën kërkujt, nuk ja don hajrin kërkujt, dhe nuk folën me antarët e familjes, nuk folën me nanë, nuk folën me babë, nuk folën me vlla, nuk folën me motër, se ka pa motrës ftyrën kush e di sa vjet. Se ka pa vllajt ftyrën kush e di sa vjet. Pse dynjaja? Prandaj Zoti ja ka vu emrin dynjas dynja. A di çka do të thotë dynja? A dini fjalën është në arabisht, nuk është shqip. Dynja ka dy kuptime. Dynja vjen nga dune, do të thonë që je gat vdekjes, afër vdekjes je shumë. Sa i ke bo? 70, 60, 50, 70. Dhe i thuve, po kalun shumë shpejt vitet, po kalojnë sa hape me syt. Veç kur e shikon veten që je drejtu, e ke marrë udhën pra dynja tjetër. Ka pas bekamer që ka jetu 1000 vjet. 1000 vjet. Nuk flasim 70 vjet, 50 vjet. Një ku e shikon një dikën që tash i ka 70 vjet, është shumë plak. Përpara kanë jetu më gjatë. 1000 vjet ka jetu, kur e kanë pyet kur ka ardhur momenti i vdekjes, dhe e kanë pyet, si tu duk e dynja? Kemi vjet i ke jetu. Si tu duk e dynja? Ka thënë, ke dynja mu ka duk, sa hy me i derë, dil me i derë, çkaq. E ja vlen 30 nush? Për çka ja vlen për këtë dynja? Po si ja vlen se këtë dynja do të thotë që je afër vdekjes. Kuptimi tjetër kësaj dynjas, se diçka do të thotë, dynja vjen nga dune, poshtë, s'ka vlerë te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Edhe kuptimi i kësaj fjale e emrit e ka poshtë, e poshtme. Se nuk ka vlerë. Kush është më e vlerëshme, gjaku yt? Kush është më e vlerëshme, atë trisht jetosh me harmoni, me dashnin, ta dush motrën, ta dush vllajin, ta dush nanën, ta dush babën? A ti dhnohesh se jeta për i cop tokë? Na leti saj toke, nuk e du. Nuk e du. E du motrën, du vllajin fillim. Unë e di se dikush do të thotë valla, po pasunia hakje tamam, nuk po them. Ama në ta hudhim njëri tjetrin për këtë dynja. Ta shikojmë njëri tjetrin shtrenjtë për këtë dynja. Dhe Allahu subhanahu xhalla xhelalu do më na eduku natën e 15 muajit Shaban, do më na eduku. Që do të ke kujdes.
Se jetu në Ramazan dhe më kujtot hysh dhe mos mendo të hysh në Ramazan me këto cilësi të këqija. Hiqi këto cilësi. Dhe nuk ka me ta dhënë amistin time nëse ti nuk pajtohesh me njerëzit. Kjo është gjysma e mujt Shaban. 15 mujt Shaban, çka ndodhen, kjo ndodhen. Vjen mëshira, zbret mëshira, makfireti Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Do me marr mëshirën e Allahut, makfiretin e Allahut. Hiqi këto cilësi, largoj këto cilësi, lufto me vetin tënd, edhe kemi pasë sa rahat do jesh. Ku të hysh këtë natë, ulu në bë dua, lutju Allahut subhanahu xhelle xhelalu që i madhi Zot xhelle xhelalu të bëj për atyre njerëz dhe tu ja Rabb, o Zot, në fut në listën e atyre që do i falësh ja Rabbel alamin. Ja Rabb, gjunahet e mia nuk janë më të mëdha se rahmeti yt. Mëshira jote ja Rabbel alamin është më e madhe se gjunahet e mia. Ja Rabb, ti ke thënë që nëse gjunahet e tona ti kaplojnë edhe ti shkojnë në kupën e qiellit, dhe nëse ne bëjmë istikfar dhe kërkojmë falje, ti na fal. Ja Rabb, ti ke thënë që nëse gjunahet tona të jenë sa shkumadetit, dhe ne kërkojmë falje, bëjmë istikfar dhe bëjmë tobe dhe Allah azza wa jall ka më na fal. Ja ajo ladhina amanu la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah azza wa jall thot Kur'anin Kerim, o ju që keni, o ju besimtari, drejtohet besimtarve. Mos u dëshpëroni për rahmetit tim, se unë i fal gjunahet kret. Je besimtar. Më thon Allahu po i drejtohet besimtarëve, besimtar beson kret, ama e di Allah azza wa jall që ne bëjmë gjunahe. Pra Allah azza wa jall i drejtohet besimtarëve, na drejtohet ty, drejtohet këtëve. E thot mos u dëshpëro, se rahmeti im, mëshira ime është e madhe. Ajo çka duhet, ne t'i kërkojmë Zotit madh xhelle xhelalu falje për gjunahet edhe gabimet që kemi bërë me vedije dhe pa vedije. Elusim Allahun azza wa jall inshallah që në këtë natë madhe 15 në muajin Shaban, Zoti na falet, na mëshirojë, na drejtojë, na udhëzojë. Allahu ta'ala alam, subhanallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.